gjithë në vend e kishtë 10, 1 euro, 20-30 cent, po na shumicën e kena pos 40 cent, 25 cent, 30 cent. Po ku e kena shit me 30 cent me shumicë, jena do të kënoqëm, o pëtën, që na kanë dole edhe shpenzimet të tuna që e kena shpenzue, na kanë dole edhe fëqia pënture edhe diçka një pogë, mujure për 500 euro për tregoj drejt, na ka dole. Mirë, po më tregu edhe një pjesë për para se me dalë ndoshta edhe tek ndihma cilat është dhënë. Keni kërku ndonjëherë ndihmë prej shtetit, keni qenë përfituesi ndonjë grandi ose ndonjë subvencione, se të paktën na aplikoni? Ndigja, tregoj drejtën, subvencione i morëm prej Ministrisë. Aplikojmë gjithë, i kom... Sa merren në vit për 1 hektar? Për 1 hektar o kom 400. Arrin kjo me imbulu ato shpenzimet, si që spërkatja, nuk arrin se... Këto edhe e ka të mirë bujësia, sepse ta mundësën që me pas si punë të dytë. Është vërtetë. Për shembull, ju edhe vendbanimin e keni këtu afër, Po. Edhe këtu pasaj punoni gjatë kohës të Qashtë, mirë, vërtet. si bani edhe një punë tjetër, që të mundësën sikur edhe me pas një rrokë të dytë. Është vërtet. Dhe kjo është ajo që po ju është njerëzit që me fillu dhe me ju kthy bujësisë. Është vërtet. Edhe shumë njerëz që prej qytetit kanë fillu Është vërtet. me ju kthy bujësisë. E kom pa fitu për CDF-it, e kom pa fitu makinën, këto makinë për krasitje, e kom pa një frezë me frezot, e kom pa për Caritasit, Zvicran. Jam falenderues qa kom aplikuar për të tregoj drejtën kom morë, pse tash një për të thëmë jam falenderues edhe ata, edhe unë se kom keq përdur, me thonë se ka shumë raste që edhe keq përdurin, edhe tash poni jam fara ata, për që ata dhe kam derën qilë të zënjeli, të drejtori, që sërë që kojmë me thonë diqka. Po mu këthy tek puna për një farforme që edhe me e tregu që realisht ta fermerëve e kanë meritu ndihmën e cila u është dhënë. Nuk këthy tek puna reale sa është sfiduese me thonë ashtu sa herë brenda vitit kërkon plehrim, kërkon spërkatje, një plantacion i mollës. Flasim prej momentit kur ti veç e kryen procesin e vjeljes edhe deri tek vjelja tjetër viti tjetër. Është shumë punë e vështirë, pse për të tregoj unë në 700 kg pleh. Azot, NPK 315 që më shumë Fosfor kalium. Fosfor kalium, ato me shifra drejtë me të kallëzu si mojë, po shumicën i qkujnë një, se në